Можно чуть, когда Dhe përshëndetje për të gjithë, pa humbur kohë. Po vazhdojmë me shpalljen e gjykimit. Nastavljamo sa produciranjem presude. Gjykata themelore në Prishtinë, Osnovni sud u Prištini, Departamenti special, specijalni departman, trupi gjykues, sudsko veće, pas mbajtjes së seancës për këshillim dhe votim, nakon održanja ročišta za savjetovanje većani, në prezencë të palëve u prisustvu stranaka dhe në emër të popullit, i u ime naroda, merr dhe publikisht shpall këtë gjykim. donosi i javno proglasi ovu presudu. I akuzuar Shaqir Lutfia Optuženi Shaqir Lutfia me shënime personale si në shkresët e landës sa ličnim podacima kao u spisima predmeta, është fajtor kriv je për shkak se ka kryer veprën penale, zato što je izvršio krivično delo, krimi lufte kundër popullatës civile, ratni zločin protiv civilnog e stanovništva, sankcionuar me nenin 142, sankcionisano članom 142 lidhur me nenin 22 të ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. u vezi sa članom 22 krivičnog zakonika Socijalističke federativne republike. Andaj gjykata, Stoga sud, në pajtim me dispozitat penale, procedurale dhe materiale, u skladu sa materijalnim proceduralnim odredbama, të akuzuar e gjykon optuženo sudi. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 viteve, Optuženog sudi kaznom zatvora u trajanju od 10 godina. duke i llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim Računajući i vreme prevedeno u nga data 14/10/2023 od dana 14.10.23. e godine deri në plotësishmëritë e këtij gjykimi. do pravosnažnosti ove presude. Po ashtu gjykata e obligon të akuzuarin Također sud obavezuje optuženog që në emër të shpenzimit të procedurës penale, da u ime troškova të postupka, procedurës penale, krivičnog të postupka, paguaj shumën prej 400 euro. plati iznos od 400 eura. Po ashtu në emër të programit për kompenzimin e viktimave të krimit, Također za naknadu žrtava kriminala, shumën prej 100 euro. iznos od 100 eura. Të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, Sve ovo u roku od 15 pasi dana, që gjykimi të merr formën e prerë. Ndërsa me vendim të veçantë, dok sa posebnim të rješenjem akuzuarit i vazhdohet masa paraburgimit optuženom se produžava mera pritvora deri në plotësishmëritë e këtij gjykimi, do pravosnažnosti ove presude, por jo më shumë se sa dënimi shqiptuar. a ne više od izrečene kazne. Kundër këtij gjykimi, Protiv ove presude, palët e pakënaqura nezadovoljne stranke kanë të drejtë ankesën në afat prej 30 ditëve. imaju pravo žalbe u roku od 30 dana. Ankesa bëhet përmes kësaj gjykate Žalba se upućuje putem preko ovog për suda gjykatën e apelit. za apelacioni sud. Ndërsa arsyetimin do ta merrni në formë të shkruar në afat ligjor. Dok obrazloženje ćete dobiti u pismenom obliku u zakonskom roku. Mirëmbëjtje. Prijetno. можно чуть, когда Jutri.